jo aq sa do duhet të ishin për gratë dhe vajzat e reja politikë. Mirë, të flasim pak për 2 data tjera që janë të marsit, me 5 mars dhe 6 mars, dhe thot një dramë politike u zhvillu në Kosovë, me 5 mars nuk arriti që kuvendi ose majoranca në Kosovë të zgjedhë presidentin ose presidentin e re, kurse me të 6-tin, presidenti aktuale, Osmani, e shpërndau legislaturën e 10, ku jeni edhe ju pjesë e saj. Cili është qëndrimi i Partisë Demokratike të Kosovës ka shik kësaj situate dhe apritet që nesër ju të dërgoni edhe komente në gjykatën kushtetuese në favor të asaj që mendoni se dekreti i presidentes është ligjor? Faleminderit shumë, Besnik. Natyrisht është njëra prej temave që ka prek opinionin në Kosovë, sidomos kjo saga e zhvillimeve në kuvend, fakti që Kosova nuk ka arriti të ketë institucionet e saj për shkak të pamundësisë shumicës parlamentare, në këtë rast koalicionit të lëvizjes vetëvendosje për siguruar votat, por më mirë do të doja thoja për siguruar konsensusin e munguar. Për ne ka qenë e qartë që me këtë qasje të mungesës së bashkërendimit për siguruar një kandidat konsensual, Kosova do të rrëshqet drejt zgjedhjeve të reja parlamentare, këtë tendencën për zgjedhje të reja, ose më mirë të them mënyrën se si është operuar pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit, e kemi pa edhe në kohën kur ka ardhur në kuvend buxheti i Kosovës, edhe në kohën se si janë proceduar me procedura të përshpejtuara, bile e di që vetë zoti Hamza e ka thënë në ekspozeun e tij që ç'është kjo ngurti që në këtë formë të votohet buxheti duke u tërhequr nga procedurat e rregullta të kuvendit e me procedurat të përshpejtuara. Pra, e kemi vrejt që qeveria, ose mirë të them, lëvizja vetëvendosje nuk ka qenë e interesuar për të gjetur zgjidhje. Si kundër që du të them që ne kemi bërë përpjekje serioze, dini që Partia Demokratike e Kosovës as nuk ka vendos vijat kuqe, kemi shkuar në gjitha takimet që jemi ftuar nga zoti Kurti në përpjekjen tonë që të ofrojmë një zgjidhje politike, njëherë me një kandidat konsensual që është përmend familja Jashari ose dikush nga ta, e që ne e kemi mbështetur me vullnetin e 22 deputetëve që do të jepnin votën për familjen Jashari, ndonse kjo u bë e qartë me deklaratën e zotit Murat Jashari që ata nuk do të jenë pjesë garës për president. Mirë po Kurti flet edhe për kandidaturën e tij që thot ua ka prezentuar kryetarit së partisë syaj, pra zotrit Betri Hamza, që thot se Andin Hoti, që ka qenë ish deputet i PDK-s, do të ishte si një kandidat për president të Republikës. Çka ka ndodhur me këtë rast? Besnik, ne nuk kemi pas, unë e dëgjova intervistën, por pra po e them, Andin Hoti është tashmë deputet i zgjedhur i lëvizjes vetëvendosje dhe fakti që ne kemi kërkuar të mos ketë zgjatim të pushtetit të lëvizjes vetëvendosje, fakti që ata kanë fituar 51.1% dhe me 51% ata nuk kanë marrë mbështetjen qytetare, ndonse është mbështetje e madhe, nuk kanë marrë mbështetje qytetare për të fituar votat që ta zgjedhin vetë presidentin. Fundja të gjitha marrëveshjet politike për zgjedhjen e presidentit kanë derivuar nga konsensusi për vite të tëra. Pra, kur nuk i ke numrat, nuk mund të kërkosh që ta bësh zgjatim të qeverisë, sepse Kosovës më shumë se kur i duhen balansit pushteteve. Në rrethonat në cilat ne po kalojmë, me një polarizim të skajshëm, me një mungesë të llogaridhënies, me një parti politike e cila ka bllokuar jetën dhe stabilitetin e institucioneve të Republikës Kosovës vitin e kaluar. Dhe po shihet që edhe ky vit do të jetë derisa të vendoset afati nga gjykata kushtetuese, vit i bllokuar. Pra, ne kemi pritur që vullneti i mirë yni, që të kemi një kandidat të përbashkët, jo domosdoshmërisht me liberisë partijake, por që të sigurojmë një kandidat që na unifikon, ne kemi qenë në gjendje që ta mbështesim, por me keqardhje them që nuk është mirëpritur propozimi i Partisë Demokratike të Kosovës që ne të propozojmë një kandidat e që do ta diskutonim e për cilin besoj që do të kishte dakordsi që ta votonim në këtë vend në mënyrë që vendi të mos shkojë në zgjedhje të reja të jashtëzakonshme. Pra, nuk ka pasur një qasje shantazhuese, sikurse ka thënë sot në një reagim